Shkolla nëntëvjeçare Pandeli Cale ka qenë skuadra fituese në aktivitetin futbollistik të organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me Shoqatën Rajonale të Futbollit në Korçë dhe zyrën vendore arsimore të qytetit. Një turnej që zgjati për 3 ditë dhe të premten u luajt finalja mes shkollës Sotir Gura dhe Pandeli Cale, ku fitues u shpallën këta të fundit, të cilët triumfuan me rezultatin 4-1. Po qëllimi ishte arritur pa diskutim, sepse ajo gjë që mua më surprizon është dhe kjo që ka shumë kualitet. Ne jemi të vetëdijshëm që në çdo shkollë, në çdo ekip shkolle ka çuna që merren me futboll, që stërviten çdo ditë. Ndashte Skënderbeu, ndashte Young Boysat apo në ekipe tjera, po ideja është që ka fair play, kuptohet që ka dhe pak adrenalin një çik më shumë, sepse fëmijët kanë atë karakterin e tyre dhe mua më vjen mirë që në Korçë është shtuar kjo anë e karakterit. Qëllimi i këtij aktiviteti është që fëmijët të merren me sportin atë të parë. Sporti është shëndet, sporti është jetë. Duhet të aktivizohen sa më shumë dhe nëpërmjet këtyre aktiviteteve të zgjedhim të talente, të cilët do bëhen nesër pas nesër do bëhen pjesë e ekipeve zinxhir të klubit Skënderbeu. Dhe të përfaqësojnë ndënjësisht qytetin tonë. Lojtëm të dyja shkollat mire, edhe ata kanë lojtarë të mirë, që janë në ekipe me Skënderbeun edhe ne po ashtu. Është një aktivitet shumë i mirë që mendoj se duhet bërë vit për vit. Në këtë aktivitet ishin pjesëmarrëse të gjitha shkollat nëntëvjeçare të qytetit të Korçës, ndërsa qëllimi është evidentimi i talenteve të rinj që mund të kenë të ardhmen në sportin e futbollit.